Hadithin e Ubad ibn Sami radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men shahidan la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu adkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal." Hadithin tjetër prap thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kush e dëshmon shahadetin la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dhe anna Isa abdullah wa rasuluhu, dhe dëshmojmë se Isa është robi dhe i dërguari i Allahut, Allahu xhallahu ala do ta futat njeri në cilën do pe dirve të xhenetit don, edhe pse pa le çka ka punuar në jetën e dunjas. Pra nëse do ta takojmë Allahun ditën e Kiametit me mëkate sa kupa e qiellit dhe sa është rrafshina e tokës, por ne e takojmë ato me tauhid, me besim në njëshmërinë e Atij subhanahu, Allahu do të na vjen me paq falje dhe mëshirë. Lek elhamdulillah. Hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Allahu ja ka bo haram zjarit të xhenemit trupin e atij njeriu që thot la ilaha illa Allah duke shpresuar faljen e Zotit apo fytyrën e Allahut.